mundshme në tregjet rajonale të cilat i kemi si synim. Segmenti i tregut është bërë përmes një marrëveshje mes konkurrentëve, ku është bërë për konkurrentë në treg, ku kompania jonë mbulon për një kohë të shkurtër mbulon edhe një pjesë të mundshme të treguve dorë mesatarisht 35%. Si dhe pjesërisht tregu në Kosovë, Bosnjë Hercegovinë dhe në Shqipëri përmes eksport. Segmentimi i tregut vendor është në mes konkurrentëve, ku këtu në këtë tabelë të përsigurme, edhe pse kompania Austria në periudhë të shkurtër mbulon në një pjesë të volishme të tregut. Pjesa e pambuluar e tregut nuk është pjesë për bërse marrëveshje, ashtu që nevojat dhe kërkesat e konsumatorëve plotësisht nga mundësitë e menedrimit nga të gjithë kompanitë që ofrojnë produktet adekuate. Vërehet se kompania Pevapor nga Struga, domethënë nuk ka shumë një pjesë të vogël të tregut, për shkak se është një kompani e vogël dhe e sapo krijuar, gjithashtu nuk është pjesë përbërëse e marrëveshjes tonë. Dërsa pjesë marrëja në tregun vendor, Isormak Fibra në Strumicë, arsjetohet se është e fokusuar në eksportin e polisterenit, kryesisht në vendin e rajonit si Kosovë, Shqipëri dhe në Greqi. Të linjohet me disa karakteristika të produktit, Austria prodhon polistiren të ekspanduar të formave të ndryshme, me të rasti dhe intensitet të ndryshëm, varësisht nga dezvolimi i shfrytëzimit. Gatësia e prodhuar e polistirenit, që është me dimenzion 4 metra në kub, pason procesi i prerjes edhe atë sinovim. Trashësi 2 mm me intensitet mesatar që shfrytëzohet për dysheme, trashësi 3 mm me intensitet të lartë që përdoret për izolim të brendshëm, trashësi 5 mm me intensitet të lartë që përdoret për izolim të brendshëm dhe të jashtëm, trashësi 8 mm dhe 10 mm me intensitet të lartë që përdoret për izolim të jashtëm. Çmimi i këtyre produkteve kryesisht varet nga ecuritë e bursave botërore, sidomos nga bursa angleze, ku edhe e përcakton çmimin bazë të lëndës së parë në Europë. Dhe kjo mund të merret si një faktor apo një shkak përse prodhuesit vendor ose konkurrentët kanë një marrëveshje në mes tyre për ndaljen e tregut. Gjithsesi, konkurenca në mes prodhuesve ekziston në diferencim të produkteve për nga cilësia, nga kualiteti, nga shërbimet e lidhura si që janë shërbimi i transportit, mirëmbajtja, sjellja e një ekipi profesional për montimin me çmime të volishme apo të ngjashme etc. Produktet e kompanisë Austral promovohen përmes panajireve të ndryshme, kanale të ndryshme të zakonshme, mund t'i quajmë për promovim, siç janë televizori, interneti, webfaqet, broshura, katalogje, sponsorime dhe ndihma humanitare dhe tjerë. Përsa i përket procesit të prodhimit, kemi përgatitur edhe një video, mund të ndiqni. Fillimi i procesit të prodhimit është furnizimi me lëmë të bardhë në formë të pokrizave të vogla plastike, pastaj ekspondohen me teknologjinë e posaçme me ujë të nxehtë, ku më pas formohet një bazë në formë të sinqerit. Baza e formuar në formë të sinqerit duhet të kushohet dhe të ftohet më së paku 24 orë, dhe ky proces quhet procesi i ftohjes, i cili bëhet me anë të vakumit dhe ujit të ftohtë, ndërsa në mungesë të këtyre kushteve, atëherë bëhet edhe procesi i ftohjes me ajër, por normalisht ftohet se në mënyrë më të ngadalshme. Më pas fillon procesi i presimit të bazës, e cila me teknologji të veçantë që aplikon deri në 5 bar për të formuar tërësinë e polistirenit. Procesi i presimit bëhet në 3 faza, do të thënë në 5 bar për ngjitjen e polistirenit, në 3 bar për të dhënë formën e kubit dhe në 2 bar për rregullimin e tegrave. Pastaj, pas këtij procesi fillon procesi i matjes së polistirenit, ku pas matjes ato futen në një maqinë ku bëhen në forma të ndryshme varësisht nga destinimi i përdorimit. Financimi dhe buxhetimi kompania kryesisht funksionon me kapital vetanak, duke përfshirë dhe mundësitë kreditore. Kompania ka qërkullim vjetor për afër 1 milion euro, që tregon edhe suksesin e saj gjatë kësaj periudhe të shkurtër të funksionimit. Indikatori më rëndësishëm për vlerësimin e kompanisë sonë është vetë suksesi i kompanisë, ku
për një kohë shumë të shkurtër ka arritur që të ballafaqohet me konkurrentët ekzistues me përvojë më të gjatë në deg të prodhimtarisë. Vlerësimi i usurimit të kompanisë bëhet në mënyrë permanente dhe vështrizohen këshillat dhe rekomandimet e ekspertëve të huaj të angazhuar. Duke u nisur nga kapacitetet prodhuese të Austermit dhe nevojat e tregut vendor, rekomandohet që kompania të fokusohet nga përdorimi racional të kapaciteteve dhe rritjet e prodhimit, të cilat më pas t'i ofrojnë në tregjet e jashtme, gjithsesi në vendet në rajon nisur nga kjo fokus të veçantë tregohen në tregun në Kosovë, Bosnjë Hercegovinë dhe veçanërisht në Shqipëri. E cilën për këtë shkak vendi ekziston mundësia e zhvillimit të sektorit të ndërtimtarisë të bazuar në sisteme perëndimore si rritjen e investimeve të huaja. Gjithashtu si instrument vlerësor të cilat shfrytëzojnë sistemin e informimit Facebook, ku në mënyrë permanente me metoda të ndryshme marrin përshtypjen e konsumatorëve. Nga të njëjta metodat e përdorura nga anketimi, ku të bashkëngjitur e gjeni një pyetësor anketues që ka përfshirë 900 të anketuar, kryesisht të rrethit të titollit dhe festivalit në mënyrë vullnetare dhe anonime. Shërbimi im për analizat të strategjive zbuloi këtë përfundimin si rezultati i ankesës. Pjesa dërmuese e ndërmarrjeve ndërtimore, gati 93% përdorin metoda të reja të ndërtimit, kryesisht modele perëndimore në të gjitha fazat e ndërtimit, ndërsa konsumatorët, gjithsesi investitorët janë tepër të prirur për aplikim të këtyre metodave, pasi që pjesa më e madhe këtyre janë mërkimtarë. 28% të anketuarve shfrytëzojnë produkte të polistirenit për dysheme dhe izolim të brendshëm, 39% edhe për izolim të jashtëm, ndërsa 30% për pasadik. 63% të anketuarve u përgjigjen pozitivisht për Austermin, ndërsa 25% për termoporin, 10% u shënuan usjepor dhe 10% nuk ishin përgjigje. 69% të anketuarve fokusohen në shpimin e produkteve, 27% krahas shpimit i vlerësojnë edhe kvalitetin, 23% mënyrën e pagesës dhe 8% u kushtojnë vëmendje edhe shërbimeve plotësuese, transportit, ekipe montuese e tjerë. Nga të anketuarit, vetëm 4% nuk janë as pak njohuri për Auster, ndërsa 17% kanë dëgjuar për këtë kompani të re në këtë sektor prodhimi, 36% kanë informata deri diku për aktivitetin dhe produktet e kësaj kompanie, dhe pjesa më e madhe të anketuarve kanë besueshmëri të plotë për cilësinë e produkteve të Auster. 11% nuk kanë njohuri për produktet e Austermit, 5% janë indiferent ndaj produkteve të kësaj kompanie, 19% kanë vlerësim mesatar, 24% kanë besim të qëndrueshëm për këto produkte, ndërsa 31% nuk do kishin përdorur produkte të njëjta nga kompania alternative. Shërbimi jonë për analizën strategjike i nxori këto konkluzione. Kompania Austerm duhet që të angazhohet për informim të konsumatorëve dhe të produkteve të saja, si dhe të rrisë promovimin e të njëjtëve. Gjithashtu, duhet të aplikojë edhe një sinim informimi dhe komunikimi sa më të afërt me konsumatorët që t'i bind ato në kualitet e produkteve që ju ofron, sistemi informimi duke që të përfshijë sa më tepër kanale të drejtë për drejta për transmetim të informative, inovacioneve, vizive dhe aktiviteteve të tjera të kompanisë. Întrebarea e para aceste smiești discrepanțe la linie să facă că nici nu de la sace jurul. Asta eu să nici nu ia în acest an, adică ești documentul bază. Asta își veni că nu ești para eu știi cum ai eu. De știu toate para care ești documente. Eventualmente vedem bază sa. Asta e prin pregătimile. Asta și un an la sace inclusiv cei. Da. Proștele nu capea. Chemicalii analize SWOT. Kennedy s-a cap. Eu găvime Kennedy s-a veșină. Nu subvenționitatea de la există plătit. Nu se înseamnă de Chemicalii cu impact mai pozitiv că ni segmentul trebuie. Okej, capitol să ni se trebuie să dai în vas mai peșes
companiile. Nu există nici gjë aty. Në të në një gjë e tillë është monopol. Monopoli ku të është ndalu. Nuk mund segmentohet tregu me marrëveshje. Po, ndoshta ndonjë element tjetër i forcave të tregu, mund të bëjë që ta bëjnë atë. Po jo me marrëveshje, se po që se ka marrëveshje, kemi ato bashkimet, integrimet horizontale, vertikale, që përse një janë të një. Në komision, më të fjalë, kjo kompani si shtiet, ekziston në fshatin Gratet e festivalit. Ne, ekipi e fillon këtë projekt gati 2-3 javë punë. Edhe të me thënë, nuk e kemi bazat informatet e saktë deri në 100%, po ne si që i intervistuam atë pronarët e këtyre të cilët janë dhe ortakë. Ata, për ndarjen e tregut, ata në thanë se bëjt në anë të marrëveshjes së tregut. Do me thënë, sepse... Nga ana formale nuk mund të ketë një parim tillë. Ana jo formale mund të nga veshtu me ti se ti e ke festivalin në detalë. Po nuk mund të bazohemi në atë se është reglementuar tregu në bazë të një parim. Bazë të marrëveshjes. Nuk e kam fjalën që bëjt ndarjen në anë të marrëveshjes deri në 100%. Por, do me thënë, mbi 60% ata thanë se e respektojnë marrëveshjet të ndarë. Do me thënë, kjo ishte informat nga ata në të qenë. Do me thënë, jo një, nëse me një se ka batit zinjaja të është i thonë të fjallë. Mi po, atë e tregu me zhvi bashkëmënare, në për segmentimi tregu. Do thënë, ato thjesht ndajnë në aspekt geografik, territorial. Nuk e kisha fjallën në mes pronarëve të kompanisë, po e kisha fjallën në mes prodhuesve. Një segmentim tregu mes prodhuesve nuk mund tjetë të thua shqip, të mbaj 20% unë dhe marrë të vejtë tregu. Sa e nuk bënë ashtu, asë nisë me bënë. Me thonë, vërejtja imë është e kjo fjali, nuk mund tjetë në bazë marrëveshjes segmentohet tregu. Po ishë një formatë që i kishëm në jemi në zërës në kuptohë. Ja, dhe tash, nuk janë kritika. Nuk janë kritika, po janë thjesht. Në thënë, ju duhet neve të logaritmi si 2 ose 3 persona që do ishin nesër para jush, të ndëgjojnë propozimin që ne kam krishojnë në gjyrën të anë funksionimi si krejtuaj së firmes, ose të kryoj të milioni ndërmarje të e. Unë ma idej për jush. Normalisht që jo materializohem e të. Një grup qëtër, do me thënë, kam një konkurs për grumbullimin e ideve dhe thiri 3, 4, 5. Me thënë, kjo është qëllimi. Edhe tash duhet bazohem nesër të njëna prej ideve tuja. E para duhet të mbitni se ideja e shto njënit është me mira për gjithë, që unë të zjetë, ka para për gjithë. Për të bërë atë, pra një është prezentimi për që jemi më bindës, duhet të keni më të për faktë. Duhet shumë lek ma sqaroni qëllimin e asaj të rje që të mbini të premëreshtu. Edhe duhet të intregoni gjitha anët që janë të nevojshme financiare, materiale, shumëra për realizimin ati qëllimin. Mund të marrë fjallë për qëllimin e austermit? Qëllimi e austermit ishte që të rritet pasak sa do parë pakusia në fshatin tonë, në fshatin tim, dhe me thonë, sepse këto kanë punuar edhe jashtë. Të prej atje e kanë deportuar kompaninë në fshatin tonë, se do pak të rrit kompanijat të ketë më shumë pak pakusia. Dhe me thonë, s'ka qëllime realitet këtime.